Përmes masës fingerprint, që është në fazë testuese në disa klinika në Shkup, Ministria e Shëndetësisë do të kontrollojë punën e punonjësve shëndetësor me qëllim parandalimin e keqpërdorimit të detyrës dhe për të siguruar punë më efikase dhe më transparente. Këtë njoftim e dha vetë Ministri Azir Aliu, i cili tha se masa fingerprint do të shërbejë për evidentim gjatë hyrje-daljeve për të gjithë të punësuarit në shëndetësi. Aliu tha se Ministria disponon të dhëna të detajuara për çdo klinik, se sa të punësuar ka dhe sa prej tyre kanë keq përdorur të drejtën e tyre dhe kanë shkelur ligjin. Shtoi se Ministria të dhëna ka edhe për atë se sa mjek në klinika të caktuara kanë punuar më shumë se ç'ligji i lejon. Kemi institucione me emër dhe mbi emër të institucionit, në të cilën këto informata tregojnë që punojnë dikundi për shembull 33%, dikundi 41%, dikundi 26%. Do në përqindja është jashtë asaj që lejon ligji. Për aq shkak në këtë periudhë bëjmë dy procese paralele. E para është të parandalojmë keqpërdorimet që realisht ekzistojnë dhe të parashikojmë pastaj mos të ndodhin në të ardhmen, megjithatë janë procese të dyja. Duke folur për keqpërdorimet, Ministri Aliu foli edhe për pagat, tha se ka mjek të cilët me punë jashtë të lejuarës kanë siguruar pagë më të madhe edhe se 10.000 euro. Foli edhe për keqpërdorimet e udhëzimeve mjekësore. Dhe për shembull kemi mjek i cili ka 16.526 udhëzime për 6 muaj dhe mjek tjetër i cili ka 7.352. Dallimi është jashtëzakonisht shumë i madh i udhëzimeve ndërmjet mjekëve dhe kjo nuk është e logjikshme për shkak se në fund të ditës ose njëri ka keqpërdorur ose tjetri nuk ka punuar dhe duhet të ketë sistemi i cili do ta ndjek këtë procedurë. Lista e keqpërdorimeve nuk përfundon këtu, siç njoftoi Aliu, keqpërdorime ka edhe tek numri i operacioneve, ka mjek që sipas ministrit kanë kryer operacione të shumta, e të tjerë që nuk e kanë bërë atë. Në të njëjtën konferencë Ministri Aliu njoftoi se javën e ardhshme në Ener do të publikohet një ligj i ri për barna, i harmonizuar me standardet evropiane. Informoi se me ligjin e ri parashihet përmirësim i koordinimit ndërmjet institucioneve, respektivisht ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit për Shëndetësi dhe Agjencisë për Barna.